Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lerex Sulmeta. Mirëmbrëma të nderuar shikues, këto janë lajmet qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Partitë politike që përdorin rrjetet sociale për fushat zgjedhore. Të gjitha kategoritë do të votojnë të pavarura në ditën e zgjedhjeve. Sami Borovci kërkon të largohen të vjetrit nga politika. Kandidatët për kryeministër nuk heqin dorë nga premtimet. Subjektet politike fushatën e tyre nuk po e zhvillojnë vetëm në teren. Ato po i shfrytëzojnë edhe rrjetet sociale për të promovuar partinë apo individët që janë duke garuar për deputet. Por analistët e mediave sociale thonë se partitë politike nuk po dinë të bëjnë prezantimin e duhur të programeve dhe individëve, dhe njëkohësisht me profile të rejshme po i deskritojnë rivalet e tyre. Partitë politike këtë periudhë kohore, e cila nuk ka ngelur edhe gjatë që të përfundoj, po e shfrytëzojnë në maksimum për të bërë fushat në rrjetet sociale. Ato po i përdorin rrjetet sociale për të targetuar audiencë të caktuar, si shkak i trendit të zhvillimit teknologjik. Eksperti i mediave sociale Valon Sanhasi deklaroi se fushata e partive politike, e cila po zhvillohet në kuadër të rrjeteve sociale, si e tillë mund të konsiderohet e ashpër, pasi ka filluar shpejt dhe në kuptimin e koalicioneve mungon koordinimi total, duke filluar kështu nga prezantimi i programit, pikave e deri tek promovimi i kandidatëve për deputet. Ajo që kemi pa në këtë fushat është që disa grupe të njerëzve të partive të ndryshme kanë kriju faqe me emra të rrejshëm dhe po shërbejnë për propagandim të përmbajtjes kundër kandidatit tjetër. Edhe që ajo ka qenë, për shembull një risi në këtë fushat, se herën e kaluar nuk i kemi pas të theksuar kaq shumë, plus në kombinim me portale satirike që janë botën, kjo pe krijon një hutitje jashtëzakonshme tek votues, sepse po prehen pjesë klipe të ndryshme, deklarata të ndryshme dhe kombinohen edhe po krijohet po jepet konotacion tjetër i muhabetit edhe asaj që ka u bë. Kurse Altin Ademi nga Instituti Kosovar për Politika Progresiste, tha se sot partitë politike po shfrytëzojnë rrjetet sociale, si shkak i shfrirjes më të madhe demografike, për të synuar audiencë më të madhe. Nëse analizojmë vetëm pjesën e fushatës se si është duke u zhvilluar përmes përdorimit të rrjeteve sociale, un kam disa vërejtje goxha të thella në raport me ato se e kanë deviju paksa mendsin se çka prezantojnë dhe si është dashur të prezantojë, për shkak se mediat sociale parimisht nuk janë postera. Mediat sociale synojnë ta sillen një kandidat që është shumë aktiv, shumë i brit, shumë i gjallë për dallim prej një posteri ose një reklame, e cila e pasuron një kandidat më serioz dhe më me autoritet. Ndërkaq sot trendet janë të tilla që vazhdimisht qytetarët kanë nevojë për me u identifikuar sa më afër, me pas një lloj intimiteti më të afërt me kandidatin, gjë që rrjetet sociale pikërisht e mundsojnë kat, por se po arrihet kjo në Kosovë, jam goxha skeptik. Rrjetet sociale në dekadën e fundit gjithnjë kanë luajtur rol të rëndësishëm për të arritur efektin tek masat e targetuara. Raportuesja për Kosovën në Bashkimin Evropian Ulrike Lunacek i ka bërë thirrje skenës politike që do të dalë nga zgjedhjet e ardhshme, që të ratifikojë demarkacionin dhe të luftojë krimin dhe korrupsionin. Lunacek ka komentuar edhe premtimet e kandidatëve në zgjedhjet e 11 qershorit sa i përket liberalizimit të vizave. Ajo ka bërë thirrje liderëve kosovar që të plotësojnë kushtet dhe të mos premtojnë pa plotësimin e tyre. Bashkimi Evropian sërish i ka bërë të qarta dy kushtet themelore për liberalizimin e vizave, e që janë ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi dhe luftimi i krimit dhe korrupsionit. Një gjë të tillë e ka ritheksuar edhe një herë raportuesja për Kosovën në Bashkimin Evropian Ulrike Lunacek. Kjo e fundit i ka bërë thirrje edhe deputetëve të legjislaturës së ardhshme në Kuvendin e Kosovës që të ratifikojnë me shpejtësi demarkacionin me Malin e Zi. Tash kemi bërë shumë progres, por është në duart e deputetëve të cilët do të përzgjidhen më 11 qershor.
Unë shpresoj dhe sinqerisht shpresoj që të zgjedhurit e rinj do të veprojnë me përgjegjshmëri për ju, për qytetarët e Kosovës, dhe me shpejtësi të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Siç ju e dini, është edhe një kusht i dytë që duhet të përmbushet nga qeveria ardhshme. Është një numër i dosjeve të pasgjidhura për krim të organizuar dhe korrupsion. Deri tash, disa përmirësime janë bërë, por prap duhet të bëjmë edhe më shumë progres. Këto deklarata zëvendës presidentja e Parlamentit Evropian i ka dhënë përmes një video mesazhi para studentëve të Kosovës, atyre të rajonit dhe atyre ndërkombëtar, të cilët kanë mbajtur një mbledhje simultative në Kosovë. Lunacek ka komentuar edhe premtimet e kandidatëve për kryeministër sa i përket liberalizimit të vizave. Ajo tha se këto dy kritere i dinë edhe politikanët në Kosovë. Dhe është shumë e qartë që progresi në këto dy fusha është esencial. Në momentin kur këto dy kushte do të përmbushen, Komisioni Evropian do t'jap dritën jeshile. Politikanët në Kosovë e din këtë, kështu që mos i besoni askujt që bëjnë premtime dhe nuk i përmbushin këto dy kushte themelore kur të vinë në pushtet. Me këtë video mesazh, Lunacek është adresuar në Institutin Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime, e cila është mbajtur në Parlamentin e Republikës së Kosovës për 6 ditë me radhë, ku pjesëmarrës ishin rreth 140 të rinj nga vendi, rajoni dhe Evropa. Rjeti i grupeve të grave të Kosovës me anë të një komunikat për media bën thirrje që të votohen kandidatet gra në zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, që do të mbahen me 11 qershor. Ne inkurajojmë gratë dhe burrat që të votojnë për gratë, të cilat do të përfaqësojnë interesat e tyre në parlament dhe do të luftojnë për arritjen e barazisë gjinore. Duke vlerësuar zgjedhjet si një element themelor të një shteti demokratik dhe barazinë gjinore si të drejtë themelore të njeriut, ne konsiderojmë se të nevojshme dhe të rëndësishme që qytetarëve të Republikës së Kosovës t'u jepen mundësi të barabarta. Mungesa e demokratizimit dhe pjesëmarrja e pamjaftueshme e grave në vendimarrje brenda shumicës së subjekteve politike historikisht ka privuar padrejtësisht gratë nga pjesëmarrja në vendimarrje, në nivel qendror e lokal, thuhet në komunikat. I nominuari për kryeministër nga koalicioni PDK-AK Nisma Ramush Haradinaj, gjatë vizitës te sindikata pavarur e minjerave në Trepç, tha se kërkesat e punëtorëve ishin të shumta, por ai u shpreh optimist se me qeverisjen e tij do të fillojë puna në Trepç, derisa premtoi se do të kthehet në gigantin ekonomik të vendit. I nominuari për kryeministër nga koalicioni PDK-AK Nisma Ramush Haradinaj, gjatë vizitës te sindikata e pavarur e minjerave në Trepç, tha se kërkesat e punëtorëve ishin të shumta, por ai u shpreh optimist se me qeverisjen e tij do të fillojë puna në Trepç, derisa premtoi se do të kthehet në gigantin ekonomik të vendit. Kryetari Shqyqy Sadiku, bashkëpunëtorë tjerë, paraqiten kërkesa që janë shumë reale, që kanë bojnë me stazhin e punës, që kanë bojnë me pensionet, që kanë bojnë me punshimin, dalin pension, punshimin, pastaj edhe kushte tjera përcjellëse, meza, garderoba, plot, edhe mjetet e vjetruara në punë. E kryetari i sindikatës së Trepçës, Shqyqy Sadiku, në takim me kryetarin e AK-s Ramush Haradinaj, i parashtroi disa kërkesa që sipas tij janë jetike për të gjithë punëtorët e Trepçës. Një ndër kërkesat ka qenë të bëhet ligji për pensione edhe ato të merret mesatare e 3 pagat e fundit me 70%. Kërkesa e dytë ka qenë të numërohet stazhi punës nga vitet 1990 edhe tutje, edhe kërkesa e tretë ka qenë të bëhet një memorandum i mirëkuptimit mes Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, sindikatës së pavarur dhe menaxhmentet e Trepçës, se me automatizëm të gjithë punëtorët që kanë marrë në punë kanë vdekur dhe punëtorët që shkojnë në pension që merret nga një fëmijë në punë. Kurse njëri nga punëtorët e kësaj ndërmarrje, Ramadan Xheloshi, pati vërejtje të shumta ndaj shtetit, por të cilin tha se nuk ka ndërmarrë asgjë në lidhje me kërkesat dhe të drejtat që u takojnë punëtorëve të vjetër. 11 janë zotëri, 11 horizonte. 9 horizonte arrin fort. Këtu ka nevojë edhe 600 punëtorë mas po.
Ato shkruje sëtë si të shkry minisë, dhuj 600 vend, 300 minjerë për punësut më njerë. Ko vend. Pse si kam pranu, këta e di. Pse anena, atë qeveria ka prosfaja, këta unë s'di. Fjallë ashtë që të, për 700 vend, shlirë se të bësh kërë minisër mund është në thonë, që të mi punësut më të se nën harisën të e thonë. Jo kena probleme shumë. Po që të sene në i dojnë që ajna me të punësut të baqë. Që të triseni i kena pikë forëse, fjallë e prëntime, pasha në zëtin në në shpërë. I nominuari për kryeministër Haradinaj gjatë ditës pritët të zhvilloj takime edhe në Viti, Gjilan dhe Kamenic. Beogradi vazhdon propagandën ndaj politikanëve shqiptar, por tani po propagandon edhe për serbët që nuk po bindën urdhrave të Vučićit. Sot portali serb Blic shkruan se Jablanović është në ombrellën e kandidatit për kryeministër Ramush Haradinaj, por edhe të presidentit Hashim Thaçi, ndaj edhe për këtë arsye është i lirë përkundër incidenteve që ka shkaktuar. E njëjta media thot se Jablanović 2 vite më parë, derisa ishte kryetari listës serbe, ka marrë 100.000 euro nga Ramush Haradinaj, duke argumentuar se ajo shumë parash ishte për listën serbe. Por parat dyshohet se i ka mbajtur për vete. Në muaj të fundit, shkruan Blic, Jablanović formoi Partinë e Serbëve të Kosovës për të ndihmuar Hashim Thaçin për të krijuar ushtrinë e Kosovës. Përfaqësuesja e posaçme e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, shefja misionit të EULEX-it Aleksandra Papadopoulou, dhe shefi misionit vëzhgues të BE-s për zgjedhjet e 11 qershorit, Alojz Peterle, kanë shprehur shqetësimin rreth incidenteve dhe kërcënimeve dhe presionit që po ndodhin në pjesën veriore të Kosovës në kohën e fushatës zgjedhore. Ne përsërisim nevojën që të gjithë aktorët politik të përmbahen nga praktikat që janë në kundërshtim me parimet demokratike dhe në mënyrë të përpikt ta respektojnë ligjin, thuhet në deklaratën e përbashkët të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Sipas njoftimit nga BE, e drejta e Kosovës për të zgjedhur udhëhecit e saj pa frikë apo ndërhyrje është një parim i shenjtë dhe se çdo gjë më pak se kjo nuk paraqet demokracinë që njerëzit në Kosovë e presin dhe e meritojnë. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka në një konferencë për media ka siguruar sot se në ditën e zgjedhjeve të gjitha kategoritë do të votojnë në mënyrë të pavarur. Ajo ka bërë të ditur edhe metodën dhe kushtet që do të votojnë të verbërit në këto zgjedhje. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka bërë të ditur se personat e verbër gjatë këtyre zgjedhjeve do ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votimit në mënyrë plotësisht të pavarur. Daka këto komente i bëri gjatë takimit me kryetarin e shoqatës të verbëve të Kosovës Bujar Kadriu dhe drejtorin e qendrës së ofrimit të shërbimeve në këtë shoqatë Daud Tishku. Të gjithë qytetarëve të Kosovës, të cilët janë votues dhe kanë probleme me shikim, me të pamundra, mund të votojnë në mënyrë të pavarur dhe vetë pa ndihmën e askujt dhe pa ndikimin e askujt. Gjithashtu, Daka prezantoi formën e shablonit në shkrimin braille, i cili do të dërgohet në çdo qendër votimi në 889 sosh në të gjithë Republikën e Kosovës. Komisioneri ja jep flet votimin me shablon duket kështu dhe çdo qytetar e ka këtu i cili ka aftësitë kufizuar në të pamën, e ka mundësinë me vendos për cilën subjekt politik dëshiron, duke e përdor shkrimin e brajlit, pra ata që e përdorin e dinë. Dhe pastaj largohet flet votimi pa loset. Por në çdo qendër votimi do të jetë edhe lista e kandidatëve të subjekteve politike në shkrimin e brajlit, ku qytetarët me të drejtë vote të kësaj kategorie të mund të informohen për kandidatët dhe subjektet politike që janë në garë. Nga ana tjetër, kryetari i shoqatës së të verbërve të Kosovës Bujar Kadriu, duke u bërë thirrje të gjithë të verbërve që të votojnë, tha se kjo është një arritur e madhe për KQZ-n, sepse ju mundëson të gjithë qytetarëve të jenë të barabartë para ligjit. Dhe me këtë akt shumë të rëndësishëm që votimi, i cili është një element i padyshim shumë i rëndësishëm për çdo qytetar të Kosovës, që të përfshijë këtë rast qytetarët e verbër, këtyne persona ju mundësot një votimi pambar dhe këta persona vota aty nuk llogaritet si vot me kusht apo një vot e cila që trajtohet si persona me nevojë të veçanta,
për trajtohet e barabartë të gjithë tjerëve dhe konsideroj që kjo është një integrim i plot i të verbëve në Kushni. Ndërkaq Dauti Shuku nga kjo organizatë ka falenderuar të gjithë ata që morën pjesë në formulimin e këtyre shablonëve. Ai tha se nga 2 shablona dhe nga 2 informatorë do të jenë në çdo qendër të votimit me qëllim që të verbërit të votojnë në mënyrë të pavarur ditën e zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që nga viti 2009 u mundëson të gjithë qytetarëve me të drejtë vote nga kjo kategori votim të pavarur dhe të fshehtë, dhe është shprehje për kushtimin të institucionit tonë që të gjithë qytetarëve të ofrojë shërbime sipas nevojave të tyre. E koalicioni i OJC-ve Demokracia në Veprim ka dorëzuar deri më tani 51 ankesa për shkelje të rregullave nga subjektet politike. Me që rast, me vetëm 11 vendime të marra deri më tani, ato kapin vlerën prej 16.700 euro. Ky koalicion në një konferencë për media tha se kam vërejtur që gjatë fushatës subjektet politike kam përdorur edhe veturat zyrtare. 51 ankesa u janë drejtuar panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nga koalicioni i OJC-ve Demokracia në Veprim. Sipas DNV-s, vetëm me 11 vendime të marra deri më tani, subjektet politike dënohen me shumën prej 16.700 euro. Albert Krasniqi nga KDI tha se kjo shumë do të rritet dukshëm dhe se një gjë e tillë do të rrisë buxhetin e shtetit. Deri më tani në PZAP kemi dorëzuar 51 ankesa ndaj subjekte politike. Prej tyre janë marrë 11 vendime, kurse pjesa tjetër janë ende në proces të shqyrtimit. Dhe në total deri më tani janë shqiptuar 16.700 euro gjoba ndaj subjekte politike vetëm prej ankesa që dorëzuar nga ne. Sipas subjekte politike prin koalicioni PDK-AK Nisma me 7.500 euro dëm gjobë për 5 raste. Koalicioni LDK-s AKR Alternativa me 2.500 euro gjobë për 2 raste. Lëviza vetëvendosje me 1.200 euro gjobë për 1 rast dhe partia KDTP me 5.500 euro për 3 raste. Problem tjetër sipas Demokracia në Veprim është edhe përdorimi i veturave zyrtare për shfrytëzim në fushata zgjedhore, kurse Dustan Radakovic nga ACDC shtroi çështjen e shtrirjes së aktiviteteve zgjedhore në pjesën veriore të Kosovës, me që rastas është vetëm lista serbe, ajo që zhvillon aktivitete në atë pjesë të vendit. Generalno što se tiče rada i praćenja. Nëse flasim për monitorimin e fushatës në 3 komunat e pjesës veriore të Kosovës, atë shohim se është vetëm lista serbe ajo që zhvillon aktivitete në mënyrë të rregullta. Ka tubime me qytetar. Dje kemi pasur një në Zveçan dhe në ditët në vijim pritet të kemi një në Mitrovicën veriore, në Zubin Potok. Srpska lista može se vidjeti billboardi, poster. Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol tha se nga monitorimet të bëra në media të shkruara, 66% dominon analiza e cila përshkruan edhe fushatën zgjedhore, ndërsa nga subjektet politike tha se dominon LDK-ja. E njeriu që përmendet më së shumti sipas monitorimit të bërë është Ramush Haradinaj. Prej mbulimit medial të shkruar, pra partia që dominon më së shumti është LDK-ja me 24%, pastaj vjen vetëvendosja me 15%, vjen PDK me 13%, AK me 12% dhe të tjerat. Kemi analizuar edhe se si mbulohen kandidatët për kryeministër brenda koalicionit edhe brenda partisë. Ta zëm brenda partisë, njëri që më shumti targetohet në mediat e shkruara është Ramush Haradinaj me 91%. Sa i përket analizës në aspektin gjinor, Zogaj tha se është mbi 87% vlera përgjithshme që zëmburat në fushatën zgjedhore. Në monitorimin e fushatës zgjedhore tha se është vërejtur një numër i vogël i pjesëmarrësve, ndërsa theksoi se është vërejtur numër i madh i fëmijëve që marrin pjesë në tubimet politike. Zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës kanë marrë pjesë sot në një takim në Bregun e Diellit. Ata kanë marrë mbështetjen e 10 pjesëmarrësve të kësaj zone dhe kanë kërkuar fitore më të thellë se sa në zgjedhjet e kaluara. Koalicioni PDK-AK Nisma do të jetë fituese zgjedhjeve të 11 qershorit, e që për kryeministër ka kandidatin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Kështu tha sot në praninë e simpatizantëve të Partisë Demokratike në lagjën Bregu i Diellit, takim të cilën morën pjesë struktura të larta të Partisë Demokratike të Kosovës.
I pari që foli ishte kryetari i dekës së PTK-s në Prishtinë Lirak Qelaj, i cili tha se numri kaq i madh i simpatizantëve tregon fitoren e kësaj partie. Madje ai nuk la pa kritikuar udhëheqjen komunale të Prishtinës në krye me shpendametin e vetëvendosjes. Askush më shumë se qytetarët e Prishtinës nuk ka arsye që ta votojë Partinë Demokratike të Kosovës. Partia Demokratike gjithsesi qytetarët e Prishtinës i kanë parë të dy modelet dhe i kanë përjetuar të dy modelet e keqeverisjes në Prishtinë. Atë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila për shumë vite pas luftës e kishte shkatruar dhe ka shkatruar qytetin e Prishtinës. E ministrin në detyrë Memli Krasniqi, pas angazhimi i aktivistëve të PTK-s, është mesazhi fitores së kësaj partie. Sot kemi, siç e keni dëgjuar, tashmë 3 alternativa para vetës. Alternativën e qeverisjes me durë në xhepa, që aq mirë ka dëshmuar Isa Mustafa edhe nivelin lokal, po edhe nivelin qendror, një qeverisje të ngecjes, bllokadës, një qeverisje të zhagitjes, vendimarrjes, një qeverisje të mungesës guximit. Enver Hoxha, i cili mban ende postin e ministrit të punëve të jashtme, kujtoi kohën sa ishte nxënës. Hoxha shpreh bindjen e fitores së PTK-s në Prishtinë. Se çka po ndodh derisa një ditë kam qenë duke hyrë në Theran, në Suareg. Ishte bllokuar rruga dhe para kerrit tim ishte një 4 djemtri që shtyshin një farë benzi me dhejs. Dhe unë i thash asistentëve të mi, thash, edhe është gjare vërtet, thash, atë dalë të shtyjë dhe unë, se të ishte me ba një foto për Facebook. Dhe ata së mlanë. Thash, po dalë se 2 vjetë të gjys, me mledhoni kemë shtyjë qeveri me dhejs për në gdheske. Partia Demokratike e Kosovës e konsideron si të fituar zgjedhjet e 11 qershorit. Madje aty u tha se me 13 qershor do të fillojë puna në institucionet e Kosovës. Jetoni veç për një ditë. Lideri i nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, gjatë fushatës zgjedhore që ka mbajtur të martën në Mitrovic, ka thënë se ana Mitrovicës është pjesa më problematike që kërkon zgjidhje të menjëhershme. Ne do të angazhohemi fuqishëm që të investojmë në ekonomi, sidomos në blegtori për rajonin e Shalës. Kjo pjesë e Kosovës fuqizohet vetëm me zhvillim ekonomik, ka thënë Limaj. Ka zgjidhje. Që nga jo. Policia e Kosovës në raportin e 24 orëve të fundit ka bërë të ditur se janë arrestuar 24 persona. Ndërka që policia njofton edhe për vdekjen e dyshim të një shtetasi sirian në Prishtinë. Policia e Kosovës në raportin ditor ka bërë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit kanë ndodhur 27 aksidente trafiku me të lënduar, ndërsa ka shqiptuar 1184 tiketa trafiku. Ndërkaq mësohet se një ngjarje dyshimt ka ndodhur ditën e kaluar. Policia ka njoftuar se një shtetas nga Siria ka ndërruar jetë ditën e kaluar në Prishtinë. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Bajram Kelmendi pasdite, ku sipas policisë viktima, derisa ishte në një lokal, ka humbur ndjenjat dhe është rrëzuar. Në vend ngjarje kanë dalë njësitë policore dhe ndihma shpejtë, të cilët kanë konstatuar se viktima nuk ka shenja jete. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Policia e ka vlerësuar këtë rast si vdekje dyshimt, thuhet në raportin e policisë. Po ashtu, një ngjarje kriminale ka ndodhur në rajonin e Istogut. Policia ka bërë të ditur se janë arrestuar 2 të dyshuar meshkuj, pasi që të njëjtit pasi mosmarrëveshje kanë sulmuar fizikisht me mjete të forta viktimën mashkull duke i shkaktuar lëndime. Viktima sipas policisë është dërguar në spitalin e Pejës për trajtim të nevojshëm mjekësor, ndërsa 2 të dyshuarit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje. Mësohet se rasti ka ndodhur në fshatin Vrellë të Istogut pas ditën e djeshme. Ndërsa në Drenas, policia e Kosovës ka arrestuar një person pasi që i njëjti pasi mosmarrëveshje pronësore në prezencën e policisë ka kanosur dhe ka tentuar të sulmojë vëllain e tij me një mjet të fortë. Mësohet se me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje. Kurse në Ferizaj, një i dyshuar i cili gjendet në Arrati ka sulmuar fizikisht duke e plagosur me thik viktimën mashkull. Sipas policisë, viktima ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK. Njësitë policore janë duke hetuar rastin, thuhet në raportin 24 orësh të policisë. Një sulm ka ndodhur edhe në rajonin e Gjilanit. Policia e Kosovës ka njoftuar se është arrestuar një dyshuar mashkull, pasi që i njëjti pasi mosmarrëveshje rreth një konteksti pronësor ka sulmuar fizikisht 2 viktima meshkuj, të cilët kanë pranuar trajtim mjekësor. Nga i dyshuari është konfiskuar një pushkë gjuetie, ndërsa me vendim të prokurorit i njëjti është dërguar në mbajtje, thuhet në raportin e policisë. Në raportin policor bëhet e ditur se brenda 24 orëve janë arrestuar 14 persona në territorin e Kosovës.
Të nderuar teleshikues, tani ju ftojmë të ndiqni të përmbledhura kronikat e ditës së 7 të fushatës zgjedhore. Lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka ftuar qytetarët e Suarekës sa mbështesin Partinë Demokratike të Kosovës. Për arsye se sipas tij sot Therandës dhe Kosovës i duhet një fillim i ri, i cili e fuqizon qytetarin, ndërmarrësin, rinin, gruan dhe u del në ndihmë pensionistëve, personave me aftësi të kufizuara e kategorive të dala nga lufta. Një fillim i ri që fuqizon qytetarin tonë, që fuqizon ndërmarrësin, që fuqizon fermerin, që fuqizon rinin, që fuqizon gruan, që fuqizon dhe mbron e përkrah kategoritë e dalura nga lufta, ata që kanë nevojë për përkrahin e shtetit, personat me aftësi të veçanta dhe pensionistët. Ky është fillimi i ri. Me fillimin e ri do të shumëfishojmë prodhimin, do të pesëfishojmë eksportet, do të dyfishojmë numrin e të punësuarve në sektorin e prodhimit, do të kemi rritjet e pagave për profesorët, arsimtarët, policët, ushtarët, pensionistët. Kreu i partisë më të madhe në vend u shpreh se me Kosovën duhet të udhëheqë vetëm ai qëllim dhe mision që nuk e ndan Kosovën, por që e mban të bashkuar fuqishëm në misionin kombëtar. Ndërsa zëvendës kryetari i PDK-s Enver Hoxha i para bashkëqytetarëve të tij, tha se ky takim tregon se PDK në Therandë është forca e vetme e ndryshimit që ka ky vend, ndërsa me liderin Kadri Veseli, Kosova do të ketë një fillim të ri. Ne kemi qëndruar këtu para 10 vitesh me një premtim që nëse PDK-ja vjen pushtet, do të rrismi pagat e mësimdhënësve. Nëse PDK-ja vjen pushtet, do të rrismi pagat e policëve. Nëse PDK-ja vjen pushtet, do të rrismi pagat e gjithë atyre që janë administratë të shtetit. Nëse PDK-ja vjen pushtet, do të sigurojmë tekstet shkollore falas. Është një listë gjatë e sukseseve tona. Besoni PDK-s se është partia e besimit. Kosova, sipas Hoxhaj, do të duket ndryshe, fal një shpresë, një optimizmi që ka vetëm një emër, e ai është Kadri Veseli. Kandidati për kryeministër nga koalicioni LDK AKR Alternativa Avdullah Hoti sot vizitoi lidhjen e pensionistëve të Kosovës. Ai tha se ndryshimin më të madh për pensionistët si qeveri e ka bërë gjatë këtij mandati, ku sipas tij janë përshkallëzuar pensionet. Hoti gjithashtu ka premtuar edhe rritjen e pensioneve bazike 40% për pensionistët që nuk kanë kontribuar. Unë dëshiroj sot që 3 pika kryesore ti them para juve të programit për pensionist dhe zotohemi para juve se me njëherë do të fillojmë të punojmë në realizimin e atyre 3 pikave, 3 premtimeve. E para, unë di që ka qenë kërkesë ka motshme që tulet përvoja punës nga 15 në 10, ne jemi të gatshëm bazë analizave që kemi bërë brenda ministrisë punës që të lëvizim, pra ta ulim përvojën e nevojshme të punës. Ndërsa presidenti i AKR-s Begjet Pacolli u shpreh se koalicioni LDK AKR Alternativa ka një program, 100% për të mirën e qytetarëve, ndërsa i quajti mashtrime premtimet e kundërshtarëve politik. Kem një program 100% për qytetarit, 100% për një jetë më të mirë qytetarit, prandaj nuk ekziston asnjë arsye me dyshu diçka në këtë program. Ju garantoj, sot e di se ju keni pas takime edhe me palën tjetër, po ju garantoj se ne nuk e kem dërmen me ju mashtrumë. Se kem dërmen. Kem dërmen me implementu komplet nuk po i quj premtime, po me implementu pikat cilat ne i kemi ve sesionim. Në anën tjetër, Shaban Kajtazi, kryetari lidhjes së pensionistëve, bëri të ditur se presin nga politika që në këtë fushë të bëhen ndryshime rrënjësore. Presum edhe pe juve, edhe pe gjitha partive që në fushën e pensionet bëhen rikthesa dhe reforma rrënjësore. Ato e përmeni edhe kandidati për kryeministër, kthehet me ligj fondi pensional. Kandidati për kryeministër Avdullah Hoti ka mbajtur tubim zgjedhor edhe në shtime.
Kandidati për kryeministër të Kosovës nga lëvizja vetëvendosja Albin Kurti gjatë qëndrimit të sotëm në Gjakov ka vizituar organizatën jo qeveritare Thirrjet e Nënave. Me që rast ka thënë se Kosova e ka për obligim që të angazhohet për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, ndërsa është zëtuar se në qeverisjen e vetëvendosjes fati të pagjeturve do të ketë zgjidhje. Kryetarja e Thirrjet e Nënave, Nysrete Kumanova, e cila edhe pse në mosh kishte në kujtes kohën kur është takuar për herë të parë me Albin Kurtin e sapo dal nga burgu, duke rrugtuar bashk për të gjurmuar për fatin e të pagjeturve. 18 vjetë të prit, do të mindru objektin edhe me vazhdu me kërkimin e me të dashurve tanë edhe mas 18 vite. Ne sot jemi të bu nanat, me u taku me Albinin, Albinin e kemi si djalin ton, edhe ju urojmë suksese në fushatën që e ka marrë, edhe emrimin dhe më thënë pozicionin e punës kryeministër, urojmë që bash kryeministër dhe të ne udhëheq Kosovën. Kandidati për kryeministër nga vetëvendosja Albin Kurti pasi uroi të gjitha nënave grave shëndet, kujtoi se sa të vështirë kanë pasur rrugtimin në Kosovën e pas luftës. Ai u zotua se në qeverisjen e vetëvendosjes fati të pagjeturve do të gjejë zgjidhje. Ne nuk mund të presim që ata një ditë do të zgjohen me ndërgjegje të ndryshuar dhe do të fillojnë që të na tregojnë të vërtetën e të japin përgjegjësi. Kjo do të kërkohet nga shteti ynë, i cili e ka obligimin gjë të tillë, por ky shtet e do një drejtim tjetër, e do një qeveri ndryshe, në mënyrë që t'i dalim zot kësaj kategorie për të cilën një farë mënyrë lufta s'ka përfunduar ende. Kurti ka vizituar edhe shtëpinë muzej në familjen Çerkezi, ku është takuar me banoren e vetme të kësaj shtëpie, Ferdonie Çerkezin. Albin Kurti sot ka mbajtur takime edhe në qytetin e Prizrenit. Është koha për lajme të ndërkombëtare të përfshira në blok. Shtetet e Bashkuara po e rishqyrtojnë pjesëmarrjen e tyre në Këshillin për të drejtat e njeriut të Kombëve të Bashkuara, tha sot në Gjenevë në mbledhjen e këtij këshilli ambasadori amerikan në OKB Nikki Haley. Më tutje në fjalimin e saj të sotëm në ditën e parë të sesionit trejavor të këtij këshilli, Haley ka bërë thirrje për reforma, për eliminimin që ajo e ka quajtur anem kronik anti-Izrael. Shtetet e Bashkuara po e shikojnë me kujdes këtë këshill dhe pjesëmarrje në të dhe ne i shohim disa fusha për forcim të rëndësishëm, tha Haley. Ajo theksoi po ashtu se vendet që i shkelin të drejtat e njeriut nuk do të duhej të ishin anëtare të këshillit. Është bërë e ditur se sulmuesi në Londër ishte Youssef Zagba, që besohet se është me komsi italiane, me prejardhje nga Maroku. Policia ka thënë se Zagba, 22 vjeçar që kishte jetuar në lindje të Londrës, nuk ishte subjekt interesi për policinë ose agjencinë e brendshme të spionazhit M15. Dy të dyshuarit të tjerë janë Kurambat, 27 vjeç i lindur në Pakistan, dhe Rachid Rodwan, 30 vjeç, që të dy nga lagja Berking në lindje të Londrës. Para se të qelloheshin nga policia, 3 të dyshuarit e drejtuan një kamion drejt komsorëve në London Bridge dhe pastaj i sulmuan me thika disa persona të tjerë në market, që është në afërsi. Nga ky sulm u vran 7 persona dhe 48 të tjerë u plagosën. Prej këtij numri të plagosurve, 36 ende mbetën në spital, ndërsa 18 prej tyre janë në gjendje kritike shëndetësore. Aktivistja saudite për të drejtat e grave për vozitje Luayen Al-Hadhlul, e cila ku më parë ishte burgosur për 73, po shkak se kishte shkelur ligjin e vendit, që u ndalon femrave drejtimin e automjeteve, është arrestuar përsëri. Ajo arrestua me 4 qershor në aeroportin ndërkombëtar Mbreti Fahd në Damam, njofton grupi për të drejtat e njeriut
Amnesty International. Nuk dihen arsyet e arrestimit të saj, pasi që asaj nuk i është lejuar kontakti me avokatin e familjes së vet. Hathloul u arrestuar në vitin 2014, kur tentoi të futej në Arabi Saudite nga Emiratet e Bashkuara duke vozitur. Arabia Saudite është vendi vetëm në botë që ndalon grave drejtimin e automjetit. Autoritetet nuk kanë treguar arsyet e arrestimit të saj së fundmi. Besohet se ajo është arrestuar për shkak të aktivistëve të saj për të drejtat e grave. Ajo pritet të dërgohet në Riyadh sot pasdite, ku do të merret në pyetje. Rusia ka njoftuar se njëri prej aeroplaneve të saj luftarake ka përcjell një bombardues të Shteteve të Bashkuara, që fluturonte afër kufirit rus në detin Baltik. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë më tutje ka kumtuar se aeroplani luftarak rus i tipit Su-27 është dërguar në hapësirë sot në mëngjes, pasi radari rus ka detektuar se një aeroplan po fluturonte përgjatë kufirit të Rusisë mbi ujërat ndërkombëtare të detit Baltik. Aeroplani ishte identifikuar si bombardues strategjik amerikan B-52 dhe ishte përcjellur derisa e kishte marrë kursin më larg nga kufiri rus. Kjo përcjellje e aeroplaneve luftarak po bëhet në periudhën ku raportet ndërmjet Moskës dhe Perëndimit kanë arritur në pikën më të ulët të paparë prej luftës së ftohtë, për shkak të aneksimit të Krimesë së Ukrainës nga ana e Moskës në vitin 2014 për mbështetjen e Moskës ndaj separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës dhe për çështje të tjera. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Para se të ndahemi, ju rikujtojmë që ta ndiqni edhe sonte tribunën zgjedhore, ku të ftuar do të jenë përfaqësues nga Aleanca Kosova Re, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Blerim Grajinca, si dhe kandidati për deputet i nismës për Kosovën Milaim Zeka. Emisioni starton nga ora 20:45 e për më shumë informacione vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju falenderit për vëmendjen, natën e mirë.